Unë të dojë nga regjia, nuk e dheja kemi Bashkim Sulejmani në lidhje të drejt për drejt nga Tetova. Po, e pas kemi Bashkimit dhe i themi mirë mëngjes Bashkimit. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, përshëndetje juve. Dhe Bashkimin e kemi sot me zotin Aser Gjemaili, nënkryetari i sindikatës së librave AM. Bashkim, më thuaj, si u zgjua Tetova edhe çfarë informacioni do na sjellësh këtu në studio për gjithë shikuesit tanë në lidhje me, domethënë me bashkëbiseduesin zotin Naser. Atëherë, drejtoro, përshëndetje për gjithë juve që jeni bashkë me ne në këtë mëngjes, që po na ndiqni nga Tetova sot do t'ju paraqitemi me lajme jo shumë të mira, sepse pas vetëm pak kohë këtu pritet që të fillojë një protestë e punëtorëve të librave AM, andaj dhe unë zgjodha nënkryetarin e sindikatës së udhëheqësve të librave AM, që ta kem këtu bashkë me mua, sepse bashkë me Naserin kemi bërë lajme shumë herë këtu në këtë vend, që kanë protestuar për të kërkuar të drejtat e tyre për vite me radhë të cilat nuk plotësohen. Naser, faleminderit që ndave pak kohë para protestës të jemi bashkë. Fillimisht më thuj, lutem, me çfarë përballeni? Këtu jeni mbi 40 punëtor. Faleminderit dhe ju që në çdo protestë na keni mbështetur, televizionin tuaj Alsat. Domethënë, ky problem është tashmë afër 2 vite. Nuk kemi problem vetëm ne si drejtorinë e Tetovë, po problemi është në nivel të shtetit. Ne kemi pas, si sindikat, kemi pas 10 takime brenda një vite gjysëm, ku në është premtuar se do gjinë zgjedhje për punën e rritjes së rrogave të kësaj drejtorie. Domethënë, konkretisht kërkesa është rritja e rrogave. Po, në shkrimi i marrëveshjes kolektive ku parasheh edhe 20% rritje. Me çfarë rrogash punoni këtu? Ju edhe mbi 40 kolegë që janë. Shumica e kolegëve janë me rrogë minimale. Kjo është e turpshme, përgjegjësia është shumë e madhe në këtë drejtori, punojmë me dokumentet e vlerëshme që nuk mund të, secili duhet të ketë certifikat sigurie për të punuar në këtë drejtori. E ka secili ato certifikat? Jo, asnjëri. Edhe jashtëligjshëm punojmë për fat keq. Wow. Domethënë, kemi bërë takime edhe me ministrin i cili të takojmë, kemi bërë takime edhe me drejtorin general të drejtorisë, para një muaji patëm takime edhe me kryeministrin e Zotin Mickovski, ku ai e bon një plan që do na mundsojnë rritjen e pagave, po diçka nuk shkon, realisht shihet mos funksionimi mirë mes Ministrisë Financave dhe kryeministrit, mund të thoja lirisht këta. Ne prej sot fillojmë me një paralajmërim për grevë. Domethënë, nëse në brenda 2-3 ditëve nuk na thirr dikush të diskutojmë dhe të na gjinë zgjedhje, ne do fillojmë me grevë të plotë. Bashkim, unë do doja në nivel të shtetit. Bashkim, unë do doja një pyetje për zotin Aser. A është koha e duhur për të bërë protestë, tani më duke marrë parasysh faktin se tani do kemi vërshimin e shumicës gurbeqarëve, mërgjimtarëve që do vinë. Edhe është një kohë, domethënë shumica e tyre përveç se punëve tjera që i kanë, do bëjnë edhe ndryshimin e dokumentacioneve e të tjera. Patjetër, domethënë pyetja e studios është se a është koha e duhur tani që të bëjmë protesta kur e dimë që vinë një numër i madh i mërgjimtarëve, apo e keni zgjedhur qëllimisht pikërisht të kohë që të mund të bëhet një farë presioni më i gjerë që të gjendet një zgjedhje? Realisht nuk e kemi zgjedhur na kohën si sindikat, na vjen keq se do e psojnë mërgjimtarët. Por problemi jonë është se ne erdhëm deri kur u bë rebalanci, edhe neve Ministria e Financave nuk na parasheh me rritje të rrogave për vitin e ardhshëm. Ne realisht kërkojmë vetëm të nënshkruhet marrëveshja kolektive dhe nuk është shumë problem, do ketë rritje në muajin janar, shkurt apo mars. Realisht kërkojmë që të nënshkruhet, ta kemi si dokument të firmosur nga ana e Ministrisë Financave. E di se do ketë blokada të mëdha, gurbeqarët kthehen, posaçërisht ata që lindin, fëmijët që janë të lindur jashtë kthehen me pasaportën vetëm për udhëtim dhe masandej nuk kanë drejt kthehen pa mos marrë pasaport makedonian. Konkretisht çfarë ultimatumi ose çfarë afati ju jepni
sa kohë kanë realisht qeveria, Ministria e Financave që të reagojnë në këtë drejtim? Nëse nuk reagojnë deri të premten, ne atëherë fillojmë me grevën generale, dhe me thënë çdo ditë ne nuk do punojmë. Nëse do që jetë grevë në gjithë teritorin e shtetit? Po, pa diskutim. Okej, të faleminderit shumë Naser, shpresojmë sa më shpejt gjendje zgjidhje për ju edhe për kolegët. Ndërkohë, studio neve do të vazhdojmë që të jemi këtu të presim edhe fillimin e protestës, nga e cila do të përcillet zëri i këtyre punëtorëve. Unë nuk do i marr kohë më tepër Naserit sepse pritet organizimi i kësaj proteste. Gjithsesi nëse ndodh diçka bashkim, jemi këtu në emision deri në orën 11 jemi në dispozicionin tënd. Mund të lidhemi kur të duash, nëse është. Po që pa diçka që duhet na informosh. Ka lajme të informash. mira, të themi. Ne urojmë dhe shpresojmë që të paktën Ministria e Financës ta hapën arkën edhe një herë për gjithmonë të rregullojmë këta gjëra, sepse gjithmonë ankesat vijnë nga financa, po mbase edhe me urdhër të kryeministrit thotë mbylleni arkën, siç e kanë mbyllur edhe arkën e është me rëndësi shtetit. të thuhet drejtoros se këtu po protestohet tash më shumë se 2 vite. Do me thonë nuk mund që disi të akuzohen këta të punësuar këtu, sepse ne nuk hynë me lamë për një ditë tjetër që të bashkëbisedojmë me Naserin dhe me drejtorinë e këtij institucioni. Ne nuk hynë mas pak të prekim çështjen e kushteve në të cilat punojnë brenda. Janë vërtet kushte mizerje, të cilat duhen intervenim urgjent, sepse tek e fundit këta punëtorë nuk e kanë sjellë nga shtëpia këtë institucion, por e kanë gjetë këtu dhe qeveria apo udhëheqësia duhet të kujdeset që të krijojë kushte njerëzore që të paktën të punojnë ashtu si duhet këtu. Do të kyçemi sërish nëse do jetë nevoja, nëse jo atëherë ftoj gjithë që të ndiqemi bashkë në orën 16 dhe 19 në edicionet informative. Sigurisht që do ketë diçka të një kronikë më të zgjeruar në lidhje me protestën e cila është paralajmëruar sot në Tetov. Bashkimu të falenderoj shumë për lidhjen që e bëmë dhe shpresoj që do të dëgjohemi sërish ditët në vazhdim. Paq një ditë të mbar. Mirupafshim.